ka për dikon. Më nishe shumë i ftofën me jetën. Pare mershe, po lumëtërisë mershe. Cila ka qenë mosha ti që ike nga Kosova, Zymberë dhe më thënë shkova në Zvicër? Koni mosha dikon 30 vjeçare, ku më shku në Norvegji. Për sa kohë qëndrove në Norvegji? Kom najt 6 muaj. Vetëm 6 muaj? Po, pa i bos 6 muaj. Pare sa dush, o kon jetë, edhe për financa o kon shumë e mirë, se o shteti që ashtu. Njëri ku do vendin e vetë, edhe ka familjen e shnush, e do familjen e vetë, nuk e ndikon ajo. Nuk ndikon ish, absolut nuk ndikon pari, as pasunia, as si gjo. Ku e ki familjen e shnush. Po ti kur more rrugë për andej, ishi i martuar? Atëherë jo. 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 Do të thëtë bashkëshorten e takove atje apo në Kosovë? Si ishte momenti që unë njoftove? Ja, me rrjete sociale. Me rrjete sociale? Në Zvicër. Edhe? Në Zvicër atë kem vazhdu dhe sot ku jena. Shumë mirë. Po e kishe vështirë në momentin që vendose për më kthy në Kosovë? Vendimi, se unë e kom tërgu dhe në intervista tjera, vendimi kryesor u koni bashkëshortës. I bashkëshortës, pavarësisht që bashkëshortja jote ndoshta ka lindë dhe është rrit atje? Ajo shqiptare, është me gjak, po e ka kulturën evropiane. Edhe do më thonë nuk kundërshtoj që më kthy në Kosovë? Ja, vullneti u koni sejne. Se nështë ajo, mos me padash me ardha, unë isha sot atje me ta. Po pastaj, kur u ktheve, i kishe ato pikë pyqet, apo të theke dikush se ku je kthyje, ke lënë jetë shumë të mirë? Edhe sot më thujnë. Edhe pram kom pas rast, më thonë bravo të kuft, me lënë një parajs, me ardhë në Kosovë, se njerëzit po tentuin për ditë, edhe më shkrujnë e folin, flasim, a di që është ajo mundësi që është ki vendus, po ku ki familjen mas, ti gjithçka je në rregull. Ajo është me rëndësi gjithçka. Po pastaj edhe kur je ardhe në Kosovë nuk je zhgënjy, se jeni njeri punëtor dhe nuk je ndalë asnjëherë dhe tash e sa vite, tash veç njofi njerëzit. E di pse nuk jem zhgënjy, se ku e di para luftës çfarë kushte në moj dhath, edhe që shukon jeta, aty që më duket tash. Tash më duket e gajta, veç më duhet vullneti i familjes, këtu tjerat këtë hajgare më duken. Kretë më duken hajgare, nuk duken edhe si më ka punoj. Nuk më duket si më ka punoj. Se në të ditën rrimë dhe, se unë jam pasion i kam, unë shumë e çuditshme edhe në vetë jam çudit, natyra si më ka jep këtë ndjenë për tu. Unë i maj i trajtoj, se kur njerëzit s'mu i me thonë, se tash me i krasujmë kafshën me njëri, po i trajtoj në njërën më të mirën si duhet kafshën. Pasionin për delmet, nga cila moshe ke pas? Pasionin nga delmet e kom pas atë minuta, atë ditë si e kom kuptu me fol edhe me i kuptu shka është delmja. Keni pasën në shtëpi? Po, gjithmonë, edhe e kom, është si racë, kjo racë e ka historinë në veti. është racë që edhe për shta kom e rujtë sa të me jetoj, si kom jetu, më ka falë Zoti këtë racë, nuk kom e hekur, e ka historinë shumë interesante, për që të punë nuk e heki këtë racë. Sa je i kënaqur me gjithë punën që e bën, pavarësisht që e ki pasion edhe nga njëherë edhe gjanat cilat janë pasion nuk është se cilin përfitime, po besojnë këtë pjesë je i kënaqur. Qëra, a di shka do me thonë për njerëz të mesëm, grunë ku ta kish shok. Për njerëz të mesëm. A di shka do me thonë me pas grunë shok. O shumë e rëndësi. Amerikën e botonën. E vërtet është. Ku e ki grunë shok. Kështu si unë punoj edhe gruaja punon. Unë me dele rri krediten. Po, kanë thonë edhe kom pa një fjallë e urtë popullore, ku ti e shëtitën, një edhe i ditën. Unë e kom shëtit shumë edhe shëtiti shumë, edhe nuk ndalna, sa kena mundësi, me gru me thmi e shijojmë jetën, me mundësi të una. Kështu si, unë jam zotni edhe në punë, jam zotni edhe ku dalë. Po ne të kemi pa edhe do me thonë, këto është foto në teshat bardha dhe të delmet, është foto rasisht, apo se ki problem?
Këtu i nordh mediat për me vërtetu. Edhe më ka gjetë kështu. U kon vera, i nordh mediat për me vërtetu. Se në kumpas, edhe dje kum pas media, veç kuj kum pas të shpia, për dishka këshim javë dëshmu, a është e vërtet shka kum full, se e kanë mendu si s'është e vërtet, edhe javë kum dëshmu. Kështu si une, i gjenin pastërtin e kom të 24 orë. Dhatë e mija nuk ka mundësi me ra në lësh, me flenë, se e kuptujnë ata fshatartë, unë i ndroj turishtat për ditë. Për ditë, turishtat e dele unë i ndroj. Edhe këtë vish në shtallë, është pastërtia ati vjen në pumat bardha hin të dhatë e mija. Se unë kum pas kritik, komente, tha, ti me 50 cupa dhanë, tha një Kosovë, një shqiptar honin e tranuve, tha njëri ka 500. Thash njëri ka 500, po ai mi shku të shtalla, dush mi me qizë më deshtu. Edhe i ka mas pak t'i 20 cupa, të smuta, të cofta në përra shtalla. E ajo pjesë të unë nuk ndodhë. Unë për shta e mi lidhën edhe për shta kam histori, pse jam me tu kështu. Kjo është historia eme, se unë të regua më herët. Kum lonë pare me thes, kum lonë pasoni, kum lonë i van parajz për punë që tyne. Qëto është problemi se njerëzit nuk e kuptojnë këtë pjesë se unë jam i lidhën me tu. Unë e kom raste në Kosovë për ditë, edhe kanë me pa njerëzit këtë folin se unë i shëroj lup, shëroj dhenë, shëroj qanë, thire njerëzit. Dëmonë nuk ka punë mjek i merë pare, unë s'ja marra si cent, ka mundësi i si shëron? E kom unë me natyre kam. Me natyre, unë e pra me kum pasë rastin ju tërgova për mëtë. Unë nuk shuj telefon. Unë rrjetet sociale gjithmonë ngruja mirë, kur me rrjetet sociale s'mirna. Mund ta quajmë doktor popullor? Po, doktor popullor jam. Ja është e vërtet, edhe njerëzit mund me fol. Njerëzit që ja kum shëru kasht në Shkodër, në Shqipni, në Kosovë, ka vende shumë në Kosovë, se unë i shëraj. Për mes telefonit, vi që të më të regom drejt që ka. Për mes telefonit, ka raste kur nuk mund me më sigu shka edhe ma në gjares, pa të jenë matralla. Për mes telefonit, vi që të më bëma që ma foto, ose vi që të regom i simptomat, unë i pështaj. Se këta nuk kom si kum ledzu, nuk kum ledzu liber, po këta kom pi natyre. Unë ku e shotu hec, jem gjendje me ditë edhe gjenin, qëfar gjeni e ka, në bark, kafsha. Këta ju kom thonë, jënë njerëzit jënë gjallë, në Podojev, jënë në Viti, jënë deçanë që ju kom tërgu që a ka me ta bon. Pëse ke njoni i shala ma bëm shtjerë lupa. Edhe i kom tërgu, kjo është jetë dhe rrefim i drejt, unë e qatë klasë. Ata persona se e shojnë, se sështë e vërtet, lërështë kontaktojnë, thujnë është gënjështër. Që ta shë ja kom shërune. A ka ndohë ndo një terapi që ke jep që ka dështu? Ja, nuk ndohë, nuk ka shonë së më ndohë. Nuk ndohë se unë e ka me t'lene. Unë e di këtë simptomat i di.